Sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo që duhet dihet fillimisht në start është se sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pjesë e kësaj feje. Sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pjesë e kësaj feje, sepse siç e dim të gjithë, feja jon bazohet në dy baza të mëdha. Feja jon qëndron në dy baza të mëdha nga e cila ne i marrim përfitimet dhe mësimet e saj. Baza e parë është Kurani fisnik, dhe baza e dytë është Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo faktikisht është sirja e tij. Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam faktikisht është jetëpërshkrimi i tij, sepse dietarët kur e sqarojnë se çka është suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thonë është fjala e tij, vepra e tij dhe pëlqimet e tij. Pra, pëlqimi i veprave të tjerëve, ai e ka parë mirë, por nuk e ka refuzuar, edhe kjo konsiderohet sunet edhe nëse ai nuk e ka vepruar. Sepse pejgamberi alayhis salam nuk mundet që të pajtohet me sherrin apo me atë që është gabim. Në momentin që ai pajtohet dhe e pëlqen një vepër të shokëve të tij, kjo na tregon se kjo vepër është e pëlqyeshme dhe është pjesë e fesë.